Policia e shtetit ka arritur ta arrestojë Ergjys Agasin, një shumë i kërkuar lidhur me dosjen e Akshit. Bashkë me Ergjys Agasin ishte edhe një ish oficer policie i cili ishte shpallur në kërkim. Për të folur mbi këtë arrestim kam të ftuar në një lidhje direkt avokatin e njohur zotin Alban Duraj. Zoti Duraj, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit. Zoti Duraj, arrestohet Agasi. Çfarë ndryshon tani? Është një lajm shumë i rëndësishëm për sa i përket integritetit të prokurisë posaçme dhe të byros kombëtare të hetimit, duke qenë se gjatë gjithë kësaj kohe është identifikuar ky institucion, është identifikuar si një institucion i cili komandohet nga kryeministri Rama dhe për 6 muaj zoti Agasi, pra Ergjys Agasi ka qenë në kërkim edhe për vetë ngjarjet që kanë ndodhur, dekorimin që zoti Rama i ka bërë babait të Ergjys Agasit, të gjithë gjatë gjithë kësaj kohe qytetarët dhe të gjithë opinioni publik, mediatik, analistët dhe ata të cilët kanë dhënë opinionin e tyre për sa i përket organizimit dhe funksionimit të Byros Kombëtare të Hetimit dhe Prokurisë Posaçme, por këto kanë rezultuar si mendime apo opinione të cilat thjesht kanë qenë në kuadrin e mendimit apo thjesht në kuadrin e një opinioni pa baza reale, sepse fakti e tregoi që Byroja Kombëtare e Hetimit dhe përpara disa ditëve ky institucion, pra drejtuesi i tij, i ri i cili nuk ka shumë kohë që është në këtë detyrë, ka ndërmarrë një nisëm e cila ka dhënë efektet e veta. Një nisëm që ka të bëjë lidhur me mënyrën se si do të realizohen ndalimet dhe arrestimet, ku gjithë peshën kryesore do ta ketë Byroja Kombëtare e Hetimit. Dhe ky aksion policor apo aksion i përkapjen e Ergjys Agasit është zhvilluar në drejtimin dhe rolin kryesor e kanë pasur agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit. Nuk kanë qenë ashtu sikurse është disa media kanë pasuruar si një aksion policor, por ky nuk është një aksion policor organizuar nga Policia e Shtetit apo nga operacionalja e Elbasanit, por është aksion kryekëput i pasur nga Byroja Kombëtare e Hetimit, por më vonë natyrisht që në momentin që bën ndalimi dhe arrestimi, forcat e policisë janë njoftuar dhe komisariatet përkatëse ku ka ndodhur pra ngjarja nga momenti i ndjekjes deri në golem të Durrësit, patjetër që janë njoftuar dhe për çështje procedurale. Kështu që ky është një dyshim të cilën ne kemi pasur të gjithë gjatë gjithë kësaj kohe, por si duket kjo nisëm për sa i përket mënyrës, pra nisëm që i takon kryekëput drejtuesit të Byros Kombëtare të Hetimit, ka rezultuar një nisëm. Pra, zero informacion, zero bashkëpunim me Policinë e Shtetit dhe efekti apo produkti erdhi. Njeriu i cili ishte njeriu më i kërkuar këtë vit, pra zoti Ergjys Agasi, është ndaluar, është arrestuar nga agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit. Avokat, pra kemi një arrestim nga PKH-ja dhe një arrestim nga policia. Kjo është ajo çfarë konkluduat? Po, është një arrestim i pasur nga Byroja Kombëtare e Hetimit. Dhe kjo erdhi për shkak të ndryshimit të gjithë procedurës që ishte ndjekur më parë, pra më parë ka funksionuar që Byroja Kombëtare e Hetimit në momentin që do arrestonte dikë, kishte një informacion, do të shkonte së bashku në bashkëpunim me Policinë e Shtetit. Ndërkohë që nuk kemi asnjë muaj që drejtuesi i Byros Kombëtare të Hetimit, i cili ka ndërmarrë, ka nxjerrë një udhëzim në të cilin i detyron agjentët në gjithë punën që ata do të kryejnë
që ndalimet të bëhen në mënyrë hermetike, pra t'i kryej vetë Byroja Kombëtare e Hetimit. Nuk ka kaluar shumë kohë, efekti u dha. Pra efekti u dha me njeriu i cili kishte mbështetjen e kryeministit Rama. Pra, edhe pse ishte në kërkim person i cili ishte në kërkim për shumë vepra penale, pra edhe opinioni publik edhe mediat gumzhimin lidhur me rolin që kishte Ergys Agasi në gjithë veprimtarinë e tij, zoti Rama në qershor të këtij viti, të vitit 2026, vetëm 6 muaj pasi ishte në kërkim ndërkombëtar, ai ka dekoruar baban e Ergys Agasi. Pra është një mbështetje e hapur që ai ka treguar në mënyrë që edhe policia e shtetit, por edhe institucionet tjera legjizlatuese ta dinë afërsinë apo mbështetjen që ai ka patur nga zoti Rama në mënyrë të vazhdueshme. Por ky është lajm i mirë për prokurorinë e posaçme, është i lajm i mirë për Byron Kombëtare të Hetimit, në të cilën tregohet, pra shpresoj që të ecim me këtë ritëm, pavarësia, pra një pavarësi reale ndaj ndikimit të ekzekutivit dhe sidomos të zotit Rama mbi Byron Kombëtare të Hetimit. Avokat, çfarë do të thotë ky arrestim për, le të themi, vetë qeverinë dhe vetë lidhje që supozoj që ka Agasi me zotin Rama, ose të paktën kështu është folur nëpër media? Atëherë zoti Agasi disponon të gjitha provat, pra ka regjistrime të cilat këto regjistrime ai ka kryer ose me dëshirën apo me sugjerimin e zotit Rama, në mënyrë që të provojë gjitha komunikimet që ai ka pasur me ministrat, me drejtorët dhe me funksionarët e rëndësishëm publik, të cilët kanë marrë urdhra nga zoti Agasi, pra urdhra sipër sa i përket fiksimit të tenderimeve apo të çmimeve të ndryshme të garave publike e tjera me radhë, por edhe në komunikimet pazarit që ai ka bërë, ndoshta ka qenë një sugjerim i zotit Rama në mënyrë që ai të ishte informuar lidhur me diskutimet që zoti Agasi kryen me këta ministra. Pra ai ndoshta ka dashur një kontroll nuk ka pasur besim të verbër për korrektësim, për marrëdhënie që zoti Agasi vendoste me këta funksionar publik, por nga ana tjetër këto regjistrime janë bërë edhe për t'i shantazhuar ta funksionarët, të cilët nëse nesër do të ishin përballë drejtësisë, nëse do të kërkonin që të bëheshin të penduar apo do të shantazhonin zotin Agasi apo edhe të tjerë, pra të tjerë funksionar, ku edhe zoti Rama, atëherë do të nxjerreshin këto regjistrime të cilat i kishte në zyrën e tij. Por një variant tjetër, pra një hipotezë tjetër është që zoti Agasi këto regjistrime i ka kryer sepse ai ka dashur që të mbrojë veten dhe me qëllim i ka lënë në zyrë. Pra në momentin që ka ardhur policia për të bërë ndalimin apo për të bërë kontrollin e zyrës, ai ka lënë këto me qëllim në mënyrë që marri këto regjistrime dhe këto mendohet që të jenë në dosjen e prokurorisë së posaçme, të gjitha regjistrimet që ka pasur me funksionarët publik, por thonë që ka edhe video të zotit Agasi me zotin Rama, pra duke kryer diskutime të rëndësishme për fiksimin e shumë gjërave të rëndësishme në jetën dhe veprimtarinë e shtetit tonë. Pra, nuk e di se sa të vërteta qëndrojnë këto, disa mësojnë edhe sikur në këto ambiente janë kryer edhe orgji apo marrëdhënie seksuale me zyrtar të nivelit lartë, ku ka qenë i përfshirë edhe zoti Rama. Këtë nuk di ta them, pra thjesht janë diskutime të cilat ngrihen në opinionin publik, por megjithatë
Ne presim nga drejtësia, nga prokuroria e posaçme të bëjë një hetim të drejtë të gjithanshëm dhe jo në ndikimin politik, në mënyrë që të zbardhet e vërteta dhe ata të cilët kanë kryer konsumim të veprave penale, të cilat cënojnë jetën e vendit tonë, jetën e qytetarëve tonë, buxhetit të shtetit dhe shumë pavarësi për cilat ndeshen qytetarët shqiptar do të ishte shumë pozitive dhe një hap cilësor edhe për sa i përket procesit të integrimit lidhur me vendosjen përpara drejtësisë të zyrtarëve të nivelit të lartë, që shpërdorin detyrën dhe kryejnë vepra të tjera penale, siç mund të jetë korrupsioni pasiv, ndërhyrje e padrejtë në ndikimin e palishëm që mund të kenë ata funksionar, pasim produkteve të veprës penale dhe shumë vepra të cilat i takon organit të akuzës dhe konkretisht prokurorisë posaçme që detoj lidhur me këto vepra penale. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Ju falenderoj shumë, kënaqësi edhe për mua.